Ulet papunësia në Shtetet e Bashkuara në shtator. Raportet e papunësisë për muajin shtator në Shtetet e Bashkuara kanë surprizuar tregjet me rigjallërimin e papritur të punësimit gjatë muajit shtator, duke sinjalizuar se ekonomia amerikane, me të gjitha turbulencat politike dhe presionet mbi bizneset, vazhdon të lëvizë me shpejtësi. Përpara dhe nëse jo me ritmin e dikurshëm, sipas të dhënave të publikuara nga Departamenti i Punës, ekonomia shtoi 119.000 vende pune, më shumë e më tepër se sa pritjet e analistëve, megjithatë papunësia u rrit të pak nga 4.3%, një kombinim që tregon një treg pune më kompleks se sa sugjerojnë titujt e shifrave. Ky raport ishte i shumë pritur pasi mbyllja një mujore e qeverisë amerikane kishte vonuar publikimin e statistikave për gati 7 javë, duke lënë rezervën federale dhe tregjet në errësirë në një moment delikat për politikën monetare, japse shtatori solli një rritje, ritmi i përgjithshëm i punësimit ka mbetur i zbehtë qysh nga prilli, duke rritur presionin mbi Federal Reserve për të marrë masa më lehtësuese, megjithatë zyrtarët e Bankës Qendrore mbeten të ndarë, veçanërisht pasi inflacioni u ngjit me 3% mbi objektin 2% të vogël që është bërë kohët e fundit. Megjithatë zyrtarët e Bankës Qendrore mbeten të ndarë, veçanërisht pasi inflacioni ka rritur masa të tilla. Papunësia në këtë grup arriti me shkallën 2.8% krahasuar me 2.3% më parë.